Ministri i Çështjeve Europiane Orhan Murtezani këtë mëngjes përsëriti qëndrimin e qeverisë në kontekstin e integrimit europian se ajo mbetet e përkushtuar ndaj propozimit për ndryshime kushtetuese me zbatim të vonuar dhe se procesi i integrimit europian duhet të zbatohet në vlera, jo në çështje dypalshe. Ndërkaq kur u pyet për mesazhet e dërguara nga presidenti i BE-s Antonio Costa dhe kryeministri, ai tha se nuk kanë asnjë problem nëse të gjitha shtetet anëtare kanë kërkesa shtesë, por se ato duhet të jenë brenda kornizës së reformave dhe standardeve europiane. Është e qartë se nuk ka asnjë mënyrë për të shmangur ndryshimet kushtetuese, por është përgjegjësia jonë të sigurohemi që ato ndryshime kushtetuese të jenë kushti përfundimtar dypalësh. Nuk kemi problem nëse të gjitha shtetet anëtare kanë kërkesa shtesë, por ato duhet të jenë brenda kornizës së reformave dhe standardeve europiane dhe të mos zhndërrohen në bllokada dhe të mos përmbajnë çështje dypalëshe. I pyetur nëse po punohej për një propozim tjetër përveç atij për ndryshimet kushtetuese me efekt të vonuar, Murtezani tregoi se qeveria ka mëngul që të mos ketë bilateralizim të mëtejshëm të procesit të pranimit dhe kujtoi deklaratën e Mickoskit se ishte gati për bisedime. Ajo që dihet për momentin është se kodi i ri zgjedhor nuk do të jetë në gjendje të hyjë në fuqi brenda fatit të caktuar dhe nuk jemi të sigurt nëse do të jemi në gjendje ta miratojmë ligjin për Këshillin Gjyqësor brenda këtyre afateve. Megjithatë, këto dy hapa janë më të ndërlikuar nga natyra, duke kërkuar konsenzus më të gjerë shoqëror dhe politik, si dhe më shumë kohë. Ndërkaq, lidhur me përdorimin e fondeve nga plani i rritjes dhe agjenda e reformës, ai theksoi se nuk ka mundësi bllokimit të tyre dhe vendi tashmë ka marrë i pari nga vendet e Ballkanit Perëndimor 52 milion euro në parafinancim.